Temu unboxing. Ka shumë kohë që e pres të porosin edhe thash që pse jo ta hap në kamerë. Kam porositur shumë gjëra dhe më kanë ardhur një nga një se ashtu i kam për porosit. Edhe nuk mund të që ta bëj një huge Temu unboxing, po ta hapim edhe të shikojmë që na ka ardhur. Ate zili! Unë e di qa është, se e di sa po e prisja. Po e filloj me këtë. Është një dritë profesionale, se po më tundet kamera, është profesionale për të filmuar, edhe më duhet tani për punën që po bëj, më duhet shumë. Kishte edhe këtu një të kinezi, por nuk më pëlqeu fare, se nuk ishte shumë e fortë. Shpresoj që kjo të jetë shumë e fortë. Mund të mirja edhe këtu të atë dritën të kinezi, po ideja është që nuk bënte. Më mirë prisja pak edhe mirja një të sakt. Shpresojmë të jetë të sakt edhe kjo. Sepse kinez ky, kinez ai, të gjitha nga kinezi vinë. Të gjitha afishi. Që me sa po shikoj është, duhet vënë në prizë. Ka këtë pjesën këtu. Si matësi nuk është keq. Shpresoj shumë që të bëj punë, se si matësi është okej, është aq sa unë e mendova. Edhe dritën e montova pas 1000 vjetësh, të kesh burr në shtëpi nuk është dhe aq mirë, se isha mësuar që i montona ai gjithmonë, edhe tani që është në punë e kisha shumë të vështirë të montoja një gjë kaq të thjeshtë. Ma vini veshin se sa jam zor nga gjumi. Tani, drita. Drita ka normalisht këto ngjyrat që keni parë kurdo, ka 4 nivele ngjyrash, ka këtë, të verdhën dhe këtë tjetrën. Mendoj ta mbaj këtu. Tani a më pëlqen mua? Më pëlqen. Për aq lek sa u ble, sepse imagjinoj ta mbaj këtu përpara. Edhe ja vlen shumë. Shumë e mirë për mua. Mendoj që ja vlen. Se mua kjo drita ja vlen, sidomos për çmimin që është bler njerëz, sepse nuk kurse u ble super mega shtrenjtë. Imagjinojeni që do ta mbaj këtu. Ose diku këtu, se është pak e shkurtër dhe nuk di që t'ja rregulloj mirë gjatësinë. Kur të vi Marko do ta rregulloj. Edhe ja vlen. Drita më pëlqen. Ndoshta mund të marr 2 më vonë, një te një andej, si ta shikoj. Do doja shumë që ta kisha vënë dritën këtu përballë meje tani, po që duhet të sistemoj pak se punon në prizë. Dashuri, çka ka tjetër? Është një klëp për telefonin e Markos. Nuk është se po ja hap, apo hajtë po ja hap. Më qenë se është kështu, nga këta që ullet kështu dhe mbështet të telefoni. Tjetër, qa kemi? Kemi një palë qërpik. Që do shkoj në një tutorial si t'i vë edhe do t'i vë. Tjetër. Kemi vët. Pse do thoni ju? Se nëse kujtoni atëherë vëtë që blia te AliExpressi, ata dolën jashtë teknologjisë të gjithë dhe we need some new stuff. Këta i kam pasur dhe mendoj se ja vlen, por më humbi njëri. Këta jo. Nice, këto mos ta me zëmra një. Qa kemi tjetër tani? Ari si ti kam dhënë kutinë e portokallit dhe polos me atë, po e shuk, po e bën. Tjetër, qa kemi? Kemi nail bits për frezën. Shpresoj shumë që të kem kohë që t'i bëjthonjë, se i ka marrë frezën edhe furrën nga Shqipëria, kështu që i kam për vetëm një thonjë 6 muaj. Kjo se nuk kam kohë. Shpresoj t'i pus shumë në punë. Janë që gjitha këto kokat për hapjen e kutikulave, pastripi, gjitha. O jeta ime! U kënaqet besoj me Arisin. Se majmë, të është kjo më? O jeta ime ti! O i shpirt! Tani u kam një tavolinë të vogël aty. Është tavolina që unë filmoj dhe mendova t'i mirja një mbulesë të vogël. Jo, është super mega e vogël. Kjo është si shami.
Edhe materiali nuk është mirë fare. Fare. Qa prisje thuaj? Nejse. Shumë kot kjo. Si shami koke. Tani pse e mora? E mora se mu duk që ke estetika ti dhe thash të kryoj një ambient pak estetike e gjëra kështu, po nuk bën. Tani unë do t'a provoj. Ua, e kam skandal flokun. Thjesht nuk e kam shtrir edhe nuk dua që ta shtri. Pse do thoni ju? Se okej, kam këtë punën tani që filmoj edhe duhet t'i jesh pak e rregullt. Po, iku floku përvëllua fare, kështu që thash, nuk du t'a shtri javë mirë, javë të pak të një javë, po një javë jo. Vazhdojnë tani. Edhe qëtë muhabet edhe unboxing. Shikoni këto, sa kjo që janë se s'kam dhe shumë unikal. Se do t'i vëm me shpejtësi, kur t'i dëgjoni ju, po tani për t'i filmuar, qa më mami? Jet. Janë nga këto stikra që vendos të telefoni. Janë 4 copë, e kuqe, e zez edhe bar. Dhe thua pse more 4 copë, thjesht ishin atje dhe ishin shumë lirë. Ishin për diku te €1 4 copë, mua më duhen, kështu që why not? Tani, dhe e fundit, ta shikoj mami qa është kjo? E fundit është besoj, po, e fundit. Atje ku jeti. Ta du syrin. Ma thot për këngë, po më është fiksuar kënga e Lores. Sa i bukur. Është një kostum. Është një kostum sportiv. Po. Që nga shumë i mirë. Është një top. Edhe streqet janë kështu që të rinë të mbledhura. Po që shumë të mira. Do shta pak të përdukshme. Ta? Hyje, do shihemi në unboxing të tjera me mua dhe Arjesin në sfond. Bye!